Mirëmëngjes të gjithëve, i nderuari zotëri Sorensen, i nderuari ambasador Orav, faleminderit shumë për vizitën tuaj në Kosovë dhe për gatishmërinë tuaj dhe të ekipit tuaj që më shumë e më shpesh të vini të vizitoni këtu në mënyrë që bashkërisht të trajtojmë sfidat tona në procesin e normalizimeve të raporteve me fqinjen tonë verior. Të nderuar qytetar, siç edhe jeni informuar 10 herë në këta 2 muajt e fundit, nga data 15 fillon zbatimi i plot i 2 ligjeve të rëndësishme për sigurinë tonë, si individuale ashtu edhe nacionale, por edhe për menaxhim më efikas të migrimit si dhe qarkullimit në trafik. Është fjala për ligjin për të huajt dhe atë për veturat, të dyja këto në harmoni të plot me direktivat e Bashkimit Evropian. Duke filluar nga data 15 janar e këtij viti, ne kemi nisur me fazën e parë të zbatimit të këtyre ligjeve, fazë kjo më shumë e orientuar në qartësim, informim dhe vetëdijsim për qytetarët rreth obligimeve dhe të drejtave shtesë, të cilat burojnë për ta nga dispozitat e këtyre 2 ligjeve. Por njëkohësisht fazë e përdorur për të bërë përgatitjet e duhura që garantojnë një zbatim efektiv të ligjeve. Lista aktiviteteve të ndërmarra dhe institucioneve të përfshira është jashtëzakonisht e gjatë. Dhe falenderoj secilin që kanë qenë të përfshirë dhe kanë kontribuar në këto aktivitete. Ministria e Punëve të Brendshme, si bartëse e këtij procesi, na ka mbajtur ne dhe ju, të dashur qytetar, në vazhdimsi të informuar për spektrin e këtyre aktiviteteve dhe për përgatitjet e bëra. Tash 15 marsi është afruar dhe besoj që gjithçka është gati për një fillim të mbar. Jam i sigurt se të gjithë ne do dalim fitues nga zbatimi i këtyre 2 ligjeve e besoj fuqishëm që më së shumti do të përfitojnë ata të cilëve edhe u drejtohet ky ligj. Pra të huajt që falë rregullave të përcaktuara me ligj do të kenë më shumë siguri gjatë qëndrimit të tyre në vend, më shumë parashikueshmëri e më shumë efikasitet gjatë përpunimit të aplikimeve të tyre. Kjo vlen sidomos për ata që Kosovën e shohin edhe si mundësi për të qëndruar më gjatë dhe destinacion të përshtatshëm për të siguruar mirëqenien e tyre ekonomike. Të nderuar qytetar, nga zbatimi i këtij ligji do të preken edhe një numër i konsiderueshëm i qytetarëve që vijnë apo qëndrojnë në Kosovë nga Presheva, Medvexha, Bujanovci, Vrajna dhe qytete tjera të Serbisë. Një pjesë e tyre janë të angazhuar në ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe edukative në sistemin ilegal paralel të financuar nga Serbia. Dua të potencoj që nuk është interes i Republikës Kosovës që zbatimi i ligjit për të huajt dhe ati për veturat të prodhoj pengesa në ofrimin e shërbimeve bazike për qytetarët. Por po ashtu dua të theksoj fuqishëm që njësoj është qëndrimi i Republikës Kosovës, që në Kosovë nuk duhet dhe nuk mund të ketë mekanizma ilegal të cilët mirëmbahen e financohen nga një shtet jo miqësor e që nuk e njeh Republikën e Kosovës. Në këtë drejtim, Qeveria e Republikës Kosovës ka nënvizuar rëndësinë e inkorporimit të plot të sistemit të edukimit dhe atij shëndetësor në komunat me shumicë serbe brenda kornizës ligjore të Republikës së Kosovës. Ky legalizim në praktik do të përkthehet jo vetëm në zbatim të plot të ligjit gjithandej Republikës Kosovës, por edhe në më shumë cilësi të këtyre shërbimeve, më shumë financim, më shumë prezencë dhe tëra kjo nënkupton më shumë siguri për qytetarët të cilët i konsumojnë të njëjtat shërbime. Pra qëllimi final i inkorporimit nuk është zvoglim i cilis do së drejt, por fuqizim i tyre. Rrjedhimisht asnjë qytetar i Republikës Kosovës nuk e ka arsyen më të vogël që t'i druhet këtij inkorporimi, por t'i gëzohet benefiteve të cilat do të rezultojnë nga ky proces. Natyrisht se për ne është i qartë që i gjithë procesi i legalizimit merr kohë. Po ashtu e nënvizoj që i gjithë ky proces do të bëhet në koordinim të ngushtë me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialog,
por edhe në koordinim me konsultim të vazhdueshëm me serbët lokal. Për ne është me rëndësi që gjatë legalizimit, qytetarët e komunitetit serb të besojnë në përfitimet nga procesi, si dhe detyrimet të cilët burojnë nga marrëveshjet e arritura në dialogun e Brukselit dhe korniza ligjore e Republikës Kosovës. Nisur nga ky kontekst dhe për të kryer procesin e legalizimit, duke u siguruar që nuk vije deri te pengesat në ofrimin e shërbimeve bazike në arsim dhe në shëndetësi, Qeveria e Republikës Kosovës do të filloj me inkorporimin e sistemit arsimor dhe shëndetësor brenda kornizës ligjore të vendit tonë. Qeveria do të pajiset nga krerët lokal me listat e stafit akademik dhe shëndetësor që janë të angazhuar në ofrimin e këtyre shërbimeve, lista këto që pastaj do të shërbejnë si bazë për dhënien e lejeve të përkohshme të qëndrimit për qytetarët e huaj që aplikojnë te Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës Kosovës. Mos përputhjet eventuale në raste individuale do të verifikohen nga autoriteti përkatës. E njëjta vlen edhe për studentët e huaj që qëndrojnë në Republikën e Kosovës për qëllime studimore, për të cilët krerët komunal do të ofrojnë listën e plot të tyre me informatet e detajzuara për fushën e studimit dhe vitin akademik. Këtyre studentëve, pas aplikimit të suksesshëm, Ministria e Punëve të Brendshme do ju ofroj leje të përkohshme të qëndrimit me afat 12 mujor, me mundësi vazhdimi në rast të vazhdimit të studimeve. E njëjta procedurë aplikohet edhe për aplikantët e ri që regjistrohen në vitet të mëvonshme akademike. Paralelisht me këtë, Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në koordinim të vazhdueshëm me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian dhe në bashkëpunim me ofruesit e këtyre shërbimeve publike, fillojnë procedurat e domosdoshme dhe përcaktojnë afatet optimale për inkorporim të plot, përfshirë këtu licencimin e institucioneve dhe të stafit të angazhuar. Qeveria e Republikës Kosovës po ashtu do të hapë një dritare të re 3 mujore për të mundësuar qytetarëve të nacionalitetit serb të regjistrojnë faktet civile, të cilat deri me datën 15 mars 2026 janë regjistruar nga strukturat ilegale. Në këtë periudhë, aplikantëve do i lejohet edhe përdorimi ekskluzivisht si mjet identifikimi i ID kartës të lëshuar nga strukturat jo legale. Ministria e Punëve të Brendshme do të nxjerrë udhëzime të detajzuara që mundësojnë regjistrimin e këtyre fakteve brenda sistemit qendror të regjistrit civil të Republikës Kosovës. Të nderuar qytetar, kjo e dëshmon edhe një herë përkushtimin e qeverisë së Republikës Kosovës për zbatim të plot të sovranitetit në gjithë territorin e Republikës Kosovës për trajtim të barabartë dhe pa asnjë diskriminim të gjithë qytetarëve tanë, si dhe për ofrim të shërbimeve publike cilësore e të standardizuara. Ju faleminderit të gjithëve.